open your eyes, open your mind. We are the Wings. Wings, if your hand is holding mine, we can fly through space and time, and together we'll be surefire winners. Wings, with a smile you can enchant, you light up our world. We'll fly the moonlit sky together. Open your eyes, open your mind. We are the Wings. It's a magic night, the sky is all blazing. New adventures are calling for us. Join the Wings, we can ride the cloud. No time for hesitating. Bring color to the world with your imagination. Wings, love forever and ever. Wings, if your hand is holding mine, we can fly through space and time, and together we'll be surefire winners. Wings, with a smile you can enchant, you light up our world. We'll fly the moonlit sky together. Wings, you magical wings. Among the stars you are wings. A mystical light of fire under the sign of wings. Magjia e Shimerës e transformoi Stelën në një përbindësh. Pralla e princeshës së diellit e të hënës mbaroi një herë e mirë. S'ka rrugdalje më për të dhe për Wingsat. Hey Sky, a mendon se vajzat mund ta gjejnë rrugën për të dalë nga kështjella? Duke i njohur mirë, jam i sigurt që do dalin që aty pas një gërbishte. Përgatiteni për kalimin. Nxitoni, ushtarët po na kapin, më shpejt, vajza. Kjo përfundon këtu. Ejani vajza, le të fluturojmë. Kapeni për Bincin. Ajo do të na tregoj se çfarë i bëri princeshës. A jeni gati? Oh, jo! Stella! Magjia e zezë e shiut po mi zvoglon fuqit. Stella! Vajza më ndihmoni! Stella mbahu, po vi! Në fundja dolëm, pavarësisht këtij shiu të shmëndur. E di që erdhëm në momentin e fundit, Stella, por si thua për një falënderim me qenë se të shpëtuam jetën. Do të ishte më mirë mos ta kishit bërë. Shikoni si jam katandisur. Mos u shqetëso, Stella. Do të kthejmë përsëri siç ishe, ke për ta parë. Të gjithë flasin për diellin e Solarias, por asnjë s'e ka përmendur shiun, asnjëri. Dua të di kush ma bëri këtë gjë dhe pse në Solaria po bie për herë të parë shi. Do ta marrësh vesh shumë shpejt këtë. Do të ndihmojmë ne. Vajza, jeni mirë. Oh, mos, jo. Nuk dua që Brendoni të më shikoj kështu. Gjithçka në rregull? Po, por ishim shumë të shqetësuar. Na bëhet qefi që u gjetëm. Festa po nxehi shumë. Po çfarë ndodhi? Tani gjithçka është në rregull, mos u shqetësoni. E dini që gjatë rrëmujës mbreti Redius urdhëroi rojet të na arrestonin të gjithave? E pa mundur. Ai është baba i Stelës. E po edhe Stella nuk mund të bënte asnjë gjë sepse dhe mbreti dhe rojet ishin të gjithë në efektin e një magjie. Nuk e dim si ndodhi kjo gjë, por rojet filluan të na ndiqnin dhe ne ja mbatëm. Nuk kishim zgjidhje tjetër, s'kishim si t'ja bënim ndryshe. Ata na zunë në kurth në kështjellën e zogjve. Ne arritëm të fluturonim dhe ja ku jemi. Shikoni atje! Ata po hynë në kopësht! Arrestojeni me njerë!
E sigur që po na I tregoni të gjitha? Po, Stella, ku shkoi vajza? Rojet! Sky, rezisto! Jo, Blue, mos. Ata mund t'ja dalin edhe vet. Duhet ta largojmë Stelën që këtu. Sky, ti dhe Brandon I shkoni në anije. Kape! Do t'ju dërgojmë koordinatat që të vini të na merrni. Akoma s'ka nikur ata. Tani po merren me roja. E po mirë, le t'i lëm ata të merren me rojet. Unë di një rrugë sekrete për të dalë, më ndihni. Ushtar! Ata po largohen! Lëshojni qen! Mos! Ata lëshuan qenë të Solarias! Është e kohë të përdori magjin kundër tyre. Nuk do të funksiononte asnjëherë me gjithë të shi. E po, duhet të vrapoj më shpejt. Ju më njohët, edhe pse kam këtë pamje të shpifur. Baba imi ka dhuruar këta qenë për të më mbrojtur mua. Në rregull, mbaroj me kaq. Shkoni në shtëpi tani. Do ishte mirë të iknim tani. Sky dhe Brandon duhet të jenë duke na kërkuar. Jeni. Di një rrugë të mirë për të dalë që këtu. Më ndihni. Është një rrugë sekrete nga e cila kaloja sa herë që doja të dilja fshehurazi nga pallati për të shkuar për të kërcyer në qytet. Ja ku jemi. Stella, ku është? Mos na duhet të bëjmë ndonjë magji për ta parë? Është në atë pemën me zgavër. Është një nga zbulimet e mia të shumë kohëve më parë. Tek po endesha vërdall, e lumtur dhe e qeshur si gjithmonë, kur papritur më doli para syve një pemë e madhe me zgavër. Kur u afrova dhe e pash më nga afër, spulova që kishte lidhje me një tunel nëntokësor që të çonte në shakërvanin e pallatit mbretëror. Isha aq e lumtur për zbulimin tim, sa vendosa të lidhja një fjongo te degët e pemës, që gjithmonë ta dija se cila ishte. Nuk besoj se është e nevojshme t'ju them që kaloja në për këtë kalim për të shkuar në për festa më shumë herë se ç'duhej në të vërtetë. Mrekulli, atëherë çfarë po presim? Le të shkojmë. Ky tunel më duket shumë I frikshëm, me të vërtetë. Duket si strofka e një kafshë të çuditshme. Gjithmonë më ka qenë e vështirë të kaloja nëpër të. Si e bëje që të mos bëhesh e pis? Ndoshta përdorte ndonjë magji kundrandotjes, apo jo? T'ju them të vërtetën, nuk më kujtohet gjithë kjo balt, dhe as ajo gryka e ngushtë. Po si do dalim ne prej aty? Sipas vëzhgimit tim, gryka nuk është shumë e thellë. Do të shkojmë njëra pas tjetrës, me shumë kujdes. Do të shkoj unë më para. Dakor. Mrekulli, tani fustane do të na shkojnë me këpucët, apo jo, Stella? Shkojmë. Vajza, më ndihmoni, kam ngecur. Stella, sa rrim të kaloj dot, duhet ta ndihmojmë. Ejani. Nuk më intereson se si, por vetëm më nxirrni që këtu. Në fund. Faleminderit, vajza. Jemi me fat. Kjo pjesë e tunelit nuk u shëmb. Shkojmë.
thënë më parë. Me sa duket dikush ose diçka ka hapur një tunel tjetër. Stella, ne duhet të marrim një vendim. Dëgjoj, nëse do të kishte një fest, nga cila anë do të kishe shkuar ti? Në rregull, atëherë Majtas. Unë vendos të shkojmë Majtas. Stella, a e mban mend të kenë qenë më parë gjithë këto gropa gjigande? Në fakt, s'më kujtohet asnjë nga këto. Aq më tepër s'më kujtohen këto merimanga gjigante. Merimanga gjigante? Stella, përse na fute këtej? Stella! Oh, jo! Merimangat i kanë kapur ato. Nëse nuk veproj shpejt, ka për të qenë shumë vonë. Çfarë pas ka ndodhur? S'ka kohë për shpjegime, duhet të largohemi me njëherë që këtu. Nga kjo anë, shpejt! Duket si e vet një rrugë për të dalë që këtu, jeni gati? Po, mund të përdorim fluskat magjike për të marrë frym. Shunjat pas ka nikur, vajza. I ka larguar rryma e ujit. Stella, ti na shpëtove. Oh, vërtet? Një falënderim për mua. Ha? Përse ma veshe këtë? Për të fshehur, do t'ju dërgoj koordinatat Skyt dhe Brandonit që të vinë të na marrin këtu ku jemi të gjithave. Fal diellit të Solarias. Unë jam përsëri i fort. Ajo vajza në pallatin e Solarias. Kush ishte ajo? Trix, eja këtu. Hej, Valtor, mjafti me këtë sjellje. Nëse ke diçka për të thënë, thuaj. Nuk duke shumë i nxjerr të bëri punë banja e diellit? Me sa duket të pas ka bërë mirë. Më pëlqen ky djalë. Shumë Barcelonas. Duhet ta gjej atë vajzë. Mund të më thoni kush është ajo? Bloom. Është njëra nga ato wingsat sakate nga Alfea. Ajo është e fuqishme, por ne mund ta përballojmë. Çfarë janë këta wingsat? Një grup që futin hondet në punët e tjerëve. Ato na dërguan neve në dimensionin Omega. Herën tjetër kur të shikojmë, do t'u ndreqim shefin. E sa duket këto zanat kanë fuqi magjike. S'më intereson fare çfarë bëni me të tjerat, por mos e prekni Bloomin. Ajo është e imja.
Sky, do të na duhet të lidhemi me shkollën për t'i lajmëruar që po shkojmë atje. Patjetër, mund të vazhdosh Blum. Stella, mos ke ndonjë problem, fol me mua. Oh jo, Brandon, s'kam asgjë. Thjesht kam ftohtë dhe jam e lodhur pas asaj që ndodhi. Më fal, por kam nevojë të pushoj. Mirë, në rregull, si të duash ti. Stella, jam e sigurt se Concorda do të gjejë një magji që të kthej siç ishte edhe më parë. Nuk mund të fshihem nga Brandoni. Herët avon ai do të më shikoj. Mund t'i bëj magji atij që të mos shikoj pamjen tënde, por vetëm bukurinë tënde të brendshme. Tani nuk jam më e sigurt nëse bukuria ime e brendshme është më e mirë se pamja ime jashtme. Ej, Knut, çfarë ka ndodhur, a? Për ty bukuroshe. Pata uri gjatë rrugës dhe hëngra lulet. Faleminderit. Flora, si përfundim bëja atë magjin Brandonit. Këtë gjën kanë vërtet të rënda. Më falni, vajza. Më duket se gjitha zgjidhjen për problemin e Stelës. Pasqyra e së vërtetës. Pasqyra e së vërtetës mbahet në një shpellë diku në anën tjetër të berjerit. Ku është berjeri? Është kufiri malor që ndan botën magjike. Pasqyra ka fuqinë të prish magjin, por duhet të dish si ta përdorësh. Concorda, mendon se kjo pasqyra do të funksionojë? Po, dashur, ka për të qenë një udhëtim i rrezikshëm. Pasqyra mbrojt nga gjykatët e bardhë dhe nga rojet të tjera. Çdo të jetë lehtë të kalojmë. Kur ka pasur ndonjëherë gjëra të lehta, por ç'pamje ka kjo pasqyra? Do ta kuptosh kur ta shikosh. Të vi dhe unë që të ndihmoj. Nuk mendoj se do të ishte më mirë po të qëndroje këtu ti. Brandon, si kur të ishe këtu dhe të më ngushëlloje, do të mbaja pranë vetës dhe do të shtrëngoja fort, duke të thënë që ti e dashuria ime e vetme për gjithmonë. Ku je tani? Ja, ku jam? Nut, po ti për çfarë ke ardhur? Të të ngushëlloj. Mund të vendosësh kratë e tua rreth shpatullave të mia, por si fillim do të vi pak rrotull. E po, nëse do t'i vish rrotull një vajze, veçanërisht një princeshe, duhet të dukesh i hitshëm dhe të sillesh në mënyrë mbretërore. Unë mund të sillem në mënyrë mbretërore. Dhe kur t'i afrohesh një vajze, duhet ta bësh këtë me stil dhe elegancë, trupin drejt, muskujt në pa dhe devotshmërinë ndaj saj. Stella, je gati apo mos po ndërpres ndonjë gjë, Mos u tall, të lutem. Mirupafshim, djalosh, tani duhet e iki. Po nuti, po të vinte rrotull? Po, më duket se po. Me sa duket nuk i reziston dot pamjes time. Brandoni nuk duhet të më shikoj kështu. Mos u shqetëso. Tani që i kemi bërë magji, ai s'do të shikoj pamjen tënde të jashtme, por vetëm atë të brendshme. A ja keni bërë magjin aty? Atëherë jam në rregull. Ç'kemi bukuroshe? Brandon, me sa duket jam shumë e bukur në brendësi. Çfarë? Asgjë. Djema, arritëm apo akoma jo? Të dhënat në kompjuter tregojnë që ne po i afrohemi vendit ku ndodhet shpella. Hej, këtë nuk e bëra unë, por më duket se është diçka jashtë anijës. Mund të jenë gjigantët e bardhë për të cilët në lajmëroi Concordia. Po tani çfarë po ndodh? E po, duke u bazuar tek pajisjet, kushtet atmosferike janë normale, por formohet një akull në trupin e anijës. Kjo më kujton ndonjë nga gjërat që mund të bënte Ajsi. Më lini të merrem unë me këtë gjë. Do ta coptoj akullin me erën time diellore. Nuk do të funksiononte. Temperatura e akullit është shumë e ulët. Ky është akull magjik, Flora, dhe me siguri rrezet e tua nuk do të bënin punë.
Duhet të gjejmë një zgjidhje sa më shpejt. Magjik apo jo, akulli po bëhet më i trashë dhe më i rënd. Blum, pse nuk e shkrin me zjarrin tënd dragonian? Shumë ide e mirë. Flatrat magjike. Jo Blum, ndalo. Do ishte shumë e rrezikshme të dili jashtë tani. Ne nuk e dim çfarë fuqie kanë gjigantët e bardhë. Duhet të gjejmë një mënyrë tjetër për të hequr akullin. Unë kam një ide, por duhet të keni besim tek unë. Unë kam besim. Duhet të zhytemi në një zonë fuqie. Fërkimi do të krijonte nxehtësi dhe do shkrinte Mund të akullin. funksionoj. Mbahuni fort të gjithë. Mos ndaloni derisa t'ju them unë. S'ma merr mendja se do të më pëlqej shumë kjo gjë. Nuk po më pëlqen as pak. Po trullose, po më merret mend. Ngrije lart Sky, ngrije lart. Jo derisa të më thot Blumi. Bota po na vërtetet. Ta ngrem Blum. Jo akoma. Ngrije Blum. Tani Sky, tani. Mori fund gjithçka. Po Stella, mbaroi më në fund dhe Blum ti ishe e mrekullueshme. Shpella po duket. Çfarë janë ato gjërat? Le të shpresojmë të mos jenë ata që po mendoj unë. Po na sulmojnë. Atëherë janë ata që po mendoja. Roje të tjera të pasqyrës. Nuk arrit të shoh. Vetëm pasqyra e së vërtetës mund ta prish magjinë e Stelës. Do të arrijnë Wingsa ta shpëtojnë shoqen e tyre, mbi të gjitha do të arrijnë të mbijetojnë sulmit të gjigantëve të bardhë